Në botën e showbizit shqiptar, dashuritë shpesh lindin shpejt dhe po aq shpejt përfundojnë. Disa histori martesore kanë hyrë në kujtesën e publikut jo për jetëgjatësinë, por për kohëzgjatjen rekord të shkurtër. Ja disa nga rastet më të përfolura. Kristela Gjoka dhe Noga. Vendin e parë për martesën më të shkurtër e mbajnë Kristela Gjoka dhe Noga. Në vitin 2016 ata i thanë po njëri tjetrit, por vetëm pas pak ditësh gjithçka mori fund. Ndarja u shoqërua me akuza të forta publike mes tyre, duke e kthyer këtë martesë në një nga më të shkurtrat në showbiz. Në vitin 2014, Bleona Qereti u martua me biznesmenin Gani Bardha. Martesa zgjati vetëm 2 muaj. Pas ndarjes, këngëtarja u largua drejt SBA-s, ndërsa deklaroi se presioni i mediave kishte ndikuar drejt për drejt në prishjen e kësaj lidhjeje. Castro Zizo dhe Erjeta Hoti. Castro Zizo dhe Erjeta Hoti u martuan në prill të vitit 2012, në një periudhë kur prisnin ardhjen në jetë të fëmijës së tyre. Martesa zgjati rreth 3 muaj dhe përfundoi në korrik të po atij viti, pak pas lindjes së vajzës. Edhe kjo ndarje u shoqërua me akuza reciproke. Tuna dhe Rilind Reka. Tuna dhe Rilind Reka u martuan me një dasmë madhështore në prill të vitit 2010. Megjithatë, lidhja e tyre martesore zgjati vetëm 13 muaj, duke u mbyllur pa shumë detaje publike, por duke mbetur një nga martesat e shkurtra të estradës. Fisnik Sylla dhe Fjolla Morina. Fisnik Sylla dhe Fjolla Morina u martuan në Maldive në një ceremoni shumë të komentuar. Vetëm pak kohë pas martese, erdhi lajmi i ndarjes. Fjolla e cilësoi këtë lidhje si gabimin më të madh të jetës, duke pranuar se ishte në një gjendje të rënduar emocionale pas ndarjes. Këto histori tregojnë se fama dhe emocionet e forta nuk janë gjithmonë garanci për një martesë të gjatë dhe se në showbiz gjithçka mund të ndryshojë brenda një kohe shumë të shkurtër.